nga pjesët e rëndësishme Dritan, apo pjesa e parë e bisedës do të lidhet pikërisht me deklaratën e Trump, sepse ka bërë shumë jehon. Regjia duhet ta kem atë, lutem nëse ke mundësi ta vendosim në sfond. Si i vlerëson atë qëndrimin e Donald Trump? Ka patur reagime, thash, nga më të fortat në raport me mënyrën se si është shprehur presidenti Trump. Si ta lexojmë, çfarë do të thotë? Mënyra e shprehjes së presidentit Trump është tipike me mënyrën e një personi i cili ndodhet në krizë nervore. Ja ku jemi Dritan. Po. Sot do të jetë Power Plant Day dhe Bridge Day all wrapped up in one. Gjitha bashkë, paket. Nuk do të ketë ditë si kjo, hapni atë, po them, dreq ngushtice, ju bastar të çmendur, ose do të jetoni në ferr. Vetëm keni për të parë. Praise be to Allah, lëvduar qoftë Allahu, presidenti Donald Trump. Deklarata e Trumpit, por kjo deklarata e Trumpit tregon një person i cili është në krizë të thellë nervore dhe psiqike. Çdo kush është si puna e asaj që ke parë kur je në një dhomë të mbushur me njerëz dhe ti po flet diçka dhe askush nuk e ka mendjen të dëgjojë ty. Askush nuk po të dëgjon, të gjithë po të injorojnë dhe në një moment caktuar ti je detyruar të bërtasësh dhe të shash. Pra kjo fjala këtu open the po, dhe mos harrojmë është dita e pashkëve, ëh? Po. Jemi ka ndodhur mëngjesin e pashkëve. Pra në kjo lloj mënyre të shprehurit tregon që ti po do të tërheqësh vëmendjen ndër diçka, pra deri më tash tregon që ti nuk e pasur vëmendje nga askush. Pra ato që ka deklaruar deri më sot presidenti Trump që ne kemi qenë bisedime, ne kemi qenë biseduar, do thotë që këto nuk janë fare, nuk ekzistojnë hiç. Pra kanë qenë të gjitha përralla dhe gënjeshtra, sepse për sa kohë ti thua që ne kemi qenë bisedime dhe bisedimet po ecin mirë, bisedimet mirë dhe pastaj thua që ju bën thirrje publike që hapeni atë ngushtisën e Hormuzit, pra domethënë që s'ka pasur asnjë lloj bisedimi. Pra gjitha ka qenë një lloj mashtrimi për t'i dhënë kohë vetes për të kryer veprime të tjera. Dhe në këtë pikë tregon që është i pafuqishëm totalisht dhe kjo nuk është vetëm deklaratë që ka bërë brenda 2-3 ditëve, ai ka bërë disa deklarata të cilat kanë nxjerrë zbuluar Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kanë treguar që ky lloj operacioni që ka nisur, ky lloj agresioni nuk është i tanishëm, pra nuk është i bërë sot për sot ose nesër për nesër. Është i kuruar dhe i planifikuar me kohë të gjatë. Përpara se të nxirrte këtë deklaratë, ai bëri një deklaratë publike një gazetari amerikan duke thënë që neve i çuam shumë armë protestuesve. Po. Pra, në një moment caktuar ai kishte mohuar që neve u dham armë protestuesve. Ndërsa tash i thotë ju çuam armë protestuesve. Pra kur ti u çon armë protestuesve për të rrëzuar regjimin, atëherë në këtë moment ti ke legjitimuar veprimtarinë që ka bërë Irani kundër protestuesve. Sepse deri dje të gjithë ata edhe të gjithë keni qenë dyshim që veprimtaria e Iranit kundër protestuesve në janar ishte jashtëligjshme sepse po qëllonte njerëz të protestues që kërkonin. Ndërkohë që tashmë po vërtetohet që këta protestues pas kanë qenë protestues të armatosur, si kanë pasur qëllim të rrëzojnë qeverinë. Nëpërmjet dhunës të armatosur brenda dhe këto armë i ka marrë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, sipas presidentit amerikan. Dhe që të çosh armë në një vend nuk është një operacion që bëhet sot për sot. Pra kërkon një kohë zgjatje të madhe. Kërkon mbi 6 muaj, një vit përgatitje ky lloj operacioni. E qartë. Por ama pavarësisht kësaj, këto dy deklarata të Trumpit shfaqsojnë totalisht veprimtarinë e qeverisë iraniane. Pra ajo ka qenë në të drejtën e saj gjatë gjithë kohës. Dhe këtu po del që të vetmet që kanë gënjur në këtë pikë janë vetëm amerikanët. Dhe tashmë që gënjeshtrat nuk ecin më, ka mbritur niveli i fundit i krizës nervore, ku je detyruar të shash dhe të kërcënosh të tjerët që shiko po se hapet andi çfarë do ju bëj una. Dhe kjo është tashmë si një lojë pokeri, edhe iranianët po i vinë këtij blofi. Okej. Çfarë thonë iranianët Dritan, cila është iranianët janë përgjigjur me një listë prej 10 pikash që e kanë nxjerrë dje dhe duke thënë që për të hapur ngushtisën e Hormuzit atëherë duhet të plotësojnë këto 10 pika, pra të ndalet luftat ashtu dhe kanë ndryshuar një pikë. Ajo që është interesante është se deri dje kërkonin në reparacion e luftës. Kurse tashmë kanë hequr dorë nga reparacionet e luftës dhe thonë që pagesa që do të bëhet për kalimin në ngushtisën e Hormuzit, pra pagesa e anijeve. Këtë tutje do vendoset një pagesë. Dhe thotë kjo pagesë do të menaxhohet bashkërisht me Omanin.
Pra nuk e kemi vetëm. Pra fakti tregon që ka një marrëveshje midis Iranit dhe Omanit. Dhe kjo marrëveshje të paktën është në fuqi që 20 ditë, pse se ka 20 ditë që Irani nuk e ka sulmuar Omanin më fare. As bazat amerikane në Oman. E qartë. Dhe kjo pagesë që do të bëhet thot për kalimin e këtyre anijeve në ngushtinë e Hormuzit do të përdoret thot për rindërtimin. Në vend të dhe përse do të përdoret për rindërtim në vend të reparacioneve. Pra kanë hequr dorë nga reparacionet. Dhe fakti që kanë nxjerrë një plus kanë kërkuar, kanë kërkuar ndaljen e të gjitha luftimeve që po bën Amerika dhe aleatë e saj thot ndaj të gjithë aleatëve të Iranit. Po me Hezbollah, me Huthit, me Hamasin. Sepse edhe Hamasi është aleat. Po. Pra të gjitha janë aleat. Prandaj gjithë kjo që ka ndodhur tashmë kjo është përgjigjja e Iranit. Pra Irani është përgjigjur politikisht dhe korrekt. Në këtë pikë jemi. Deri tani presim se çfarë do të ndodh. Aktualisht normal çfarëdo që të ndodhi, do të kemi një parasysh që çfarëdo lloj veprimtarie konvencionale Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Iranit. Nëse shkojmë te kjo goditja Dritan. Kjo goditja, pra çfarëdo lloj goditje. Power plants edhe bridge day. Çdo lloj ai mund të shkatërrosh objekte të energjisë elektrike, mund të shkatërrosh ura, mund të shkatërrosh hekurrudha. Pra, të gjitha këto shkatërrime nuk do ta ulin Iranin, pra nuk do ta nënshtrojnë Iranin ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës. Objektivi strategjik nuk arrihet. Nënshtrimi i Iranit nuk arrihet. Absolutisht, në rast se ti shkon në këtë goditje, të cilat do të thotë, pra, e para është një deklaratë që ti po pranon që ti do bësh krime lufte nesër. Sepse mund të kesh 1-2 ura që mund t'i përdori ushtria, po 200-300 ura nuk mund t'i përdori ushtria. Pra nuk janë të lidhura me veprimtarinë ushtarake. Dhe këto janë objekte civile, direkt. Dhe kjo e bën krim lufte, automatikisht. Dhe në rast se ti shkon me gjitha të energjisë elektrike, me gjitha atëherë nga krim lufte ti e kthen në genocid. Pra ti po bën ç'është e mundur që ta shbësh këtë popull. Pra jo vetëm qeverinë dhe shtetin, po edhe zhbërjen e një populli. Në këtë aspekt. Por, në të gjitha rastet, objektivi jot strategjik mbetet i paarritur. Pra, objektivi strategjik i zhbërjes së qeverisë, objektivi jot strategjik i shkatërimit të forcave të armatosura të Iranit është zero në këtë moment. Po as denuklearizimi. Pra edhe kjo nuk të çon. Pra në të gjitha këto në aspektin nuk të çon. Ajo zgjedhja e fundit që ka bërë Preizbi tu Allah. Kjo do të thotë nuk është tallje që Irani ka bërë në këtë aspekt, që Trumpi ka bërë në këtë aspekt. Nuk është tallje? Kjo nuk është tallje. Është e njëjta shprehje. Tucker Carlson e shikonte si tallje. Po, Tucker Carlson mund ta shohë si tallje, por ama kjo është e njëjta shprehje që përdorte ISIS dhe Al-Qaida. ISIS dhe Al-Qaida kur bënin deklaratat e tyre për sulme terroriste që bënin, në fund fare mbyllnin me Preizbi tu Allah. Pra, ne kemi ndarë mendje ta kryejmë këtë veprim terrorist. E tashmë Preizbi tu Allah. Pra po thua që automatikisht, pra edhe ky tregon që unë kam ndarë dhe është në këto nuanca. Pra, Trumpi aktualisht ka marrë të njëjtën qasje që ka marrë ISIS dhe Al-Qaida. Duke kthyer Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra qeverinë amerikane nga një qeveri legjitime demokratike në një regjim terrorist. Pra kemi të bëjmë me një regjim terrorist aktualisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dritan, ndërkohë më fëdhe një gjë dhe ky regjim terrorist çfarë ka bërë? Ka bërë dëmin më të madh që mund t'i bëjë ndonjëherë që i është bërë ndonjëherë në ekzistencën e saj Shtetet Bashkuara të Amerikës që 249 vjet shtet. Aktualisht Amerika është superfuqia më e madhe ushtarake e botës. Dhe këtë superfuqi, ky regjim terrorist i Trumpit e ka kthyer në proxy të Izraelit. Pra nga superfuqi kthehesh në proxy. Ndërkohë që ekziston edhe proxyt janë në shërbim të superfuqisë. Dhe kurse superfuqia kthehet në proxy, pra në shërbim të dikujt tjetër, atëherë që këtu ka marrë fund fuqia politike e kësaj perandorie. Ndërkohë Dritan ka lajme mbase jo të konfirmuara që i është kërkuar popullit iranian që të rrethojë, të dalë nëpër ura dhe të rrethojë këto objektet energjetike. Sa e vërtetë është kjo? Unë nuk di ta them tash e vërtetë apo s'është e vërtetë, duhet kemi një parasysh gjatë gjithë kësaj periudhe të këtij agresioni nazifashist që ka bërë regjimi terrorist i Trumpit me regjimin terrorist të Netanyahu, të Izraelit kundër Iranit, në Iran ka pasur protesta në përkraje të qeverisë iraniane dhe të shtetit iranian të përditshme. Protestat kanë qenë të pafundme të përditshme, pra rrugët janë gjithkohës të mbushura me njerëz që protestojnë.
Dhe nuk bëhet llaf për 10-20 veta, po në Iran, po bëhet llaf për miliona njerëz, të cilët janë gjatë gjithë kohës protestojnë ditën, natën, në përsheshe kryesore, në qendra kryesore. Dhe kjo nuk e ka ndaluar Izraelin dhe Amerikën që të bombardojë biles në disa raste. Kemi parë edhe intervista të dhëna direkt ku është bombarduar në afërsi të këtyre shesheve ku njerëzit kishin dalë në rrugë. Pra nuk është se kjo do ta ndalojë. Nuk e di çfarë ka bërë qeveria iraniane, nuk mendoj që ta ketë kërkuar këtë për arsye se në rast se do e kërkonte këtë atëherë bie që po përdor popullatën civile për mbrojtje të këtyre objekteve, pavarësisht se objektet janë civile. Por nuk besoj që ta bëj këtë. Sido që të jetë, në rast se njerëzit do ta bënin vetë, në rast se njerëzit do ta bënin vetë këtë, sërish kjo nuk do të sillte në ndryshim të madh. Pra, do të ishte krimi do të ishte më i madh në këtë aspekt. Pasi numri i civilëve të vrarë do të ishte më i madh se sa në aspektin kur ata nuk e rrethojnë objektin ose kur nuk janë pjesë e këtij objekti. Por detyra e qeverisë është që të mbrojë, detyra e çdo qeverie në çdo vend është që të mbrojë popullin dhe jo të mbrojë objektet. Dhe kur vjen puna për sakrifikimin, qeveria gjithnjë sakrifikon objektin përpara popullit. Në rast se ti sakrifikon popullin përpara objektit, atëherë këtu do të kishim në këtë moment rënien e qeverisë iraniane. Pra nuk besoj që iranianët të shkojnë në këtë pikë ku t'i japin mundësi Trumpit dhe Izraelit që të thonë që sepse juve po ishte një personazh që kishte bërë thirrje popullit, po jo absolutisht mund të ketë gjëra të tilla, unë nuk e mohoj, por në këtë aspekt do të ishte një kurth i papar. Pra në rast se qeveria iraniane do binte në këtë kurth, do të përdorte popullin, pra do sakrifikonte popullin për të ruajtur objektet, atëherë në këtë moment kjo qeveri nuk ka më vlerë dhe duhet bjerë menjëherë. Sepse çdo lloj qeverie ka për detyrë të mbrojë popullin, se ajo është detyra e qeverisë. Okej. Dhe nuk mund të sakrifikosh popullin për objekte, çdo objekt është pa vlerë para popullit. Dhe në rast se qeveria iraniane bën këtë, atëherë po kjo qeveri nuk do të ekzistojë më. Dritan, ndërkohë kjo deklaratë ka ardhur në një kohë kur ka rënë iranianët kanë rrëzuar një avion F-15, ndërkohë kanë rrëzuar edhe një avion A-10, pastaj 2 apo 3 helikopterë të tjerë, dhe sepse duhet ta lexoj si referencë, çfarë ka ndodhur në të vërtetë, sepse numri i avionëve që janë përdorur, numri i helikopterëve që janë përdorur është numër vërtet i madh. Kemi një operacion të ndodhur, operacioni ka zgjatur 2 ditë rresht. Dhe pavarësisht se Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë munduar ta thonë që ky është një operacion shpëtimi, në të vërtetë ky nuk ka nisur si një operacion shpëtimi. Ky ka qenë një operacion tjetër dhe gjatë kohës të kryerjes së këtij operacioni janë detyruar të bëjnë edhe operacionin e shpëtimit, shpëtim kërkimit të trupave të cilët janë rënë. Kemi pasur një operacion special në atë që quhet për herë të parë, në rast se mbani mend Trumpi disa herë kishte folur për trupat amerikane në Iran, pra që do të fusim trupa në Iran. Pra boots on the ground. Boots on the ground. Boots on the ground. Dhe ka ndodhur këtu pra rënja këtyre avionëve. Kjo është një lloj kjo që shihni është vendi ku ka ndodhur rënja këtyre 2 avionëve të mëdhenj, këtij operacioni ku është edhe ku kanë zbarkuar forcat amerikane. Aktualisht ka qenë një operacion për ndërtimin e një baze operacionale të avancuar. Ajo që quhet FOB, Forward Operational Base. Po. Pra bazë operacionale e avancuar. Atëherë këtu, ne do na lë të kjo këtu. Ajo që ka ndodhur është baza operacionale e avancuar është këtu, pra është kërkuar të ndërtohet këtu kjo baza, është midis maleve, është në afërsitë e Isaanit. Kjo distancë që shihni nga këtu deri këtu, kjo pika këtu është qendra e zhvillimit bërthamor në Isfahan. Po. Kjo është qendra e zhvillimit bërthamor, ndodhet po ajo që na tregoi regjia. Po ajo që na tregoi qeveria. Dhe pika ku kanë zbarkuar forcat amerikane është këtu, pra 35 kilometra larg.